Arbëresh? Po. Je nga Arbëresh? Po. Ku ke ardhur sot? Jetoj këtu në Tiranë, po jam Arbëresh. Je Arbëresh? Po. Pse jeni bashkuar sot protestës? Po, besojnë te kauza e shqiptarëve që do lirohen nga morsa e një politike që s'është fare e mirë, sidomos vitet e fundit. Mendon se mjafton 21 ditë për ta hedhur poshtë një regjim? Deri se kësaj politike i ka ngelur një pik digniteti do të dëgjojen, sepse kjo është zëri i popullit, kjo është zëri jo vetëm i shqiptarët që jetojnë këtu, është zëri të gjithë arbëreshëvet, e diaspores e të gjithë arbërorët që janë në botë. Duam në më mdheun të lirë, duam më mdheun si gjithë Europën. E ke dëgjuar kryeministrin si ka cilësuar protestuesit dhe protestat? Ke ndonjë koment? Besoj se kryeministri e ka kuptuar shumë mirë se çfarë po ndodh. Edhe besoj jashtëzakonisht se këtu sot nuk është asgjë për të talur me shqiptarët. Ki është zëri i populli e populli do të dëgjuar. Ai të marrë, ai ministrët, politika gjithsesi të ketë sensibilitetit të dëgjojnë popullin, sepse në këtë popull janë edhe ata që kanë votuar e që sot janë zgënjur. Unë i pari, që jam edhe shtetës shqiptar, e kam dhënë shumë bezim. Sot nuk është vetë një zgënjim që e ka 35 vjeç moshen. Është edhe zgënjimi e vitet e fundit. Kemi patur shumë besim dhe një politike re, emri ishtë sakt rilindje, po këtu s'ka qenë një rilindje, ka qenë një vdekje e dytë e popullit shqiptari. Ne sot ringjallemi të vërtet. Do të qëndroni edhe ditë të tjera? Patjetër. Do jetën e vështirë? Jam që nga dita e parë, se si thuhet ditën punë, mbas ditën rrugë, dhe vazhdojmë kështu. Urime sukses. Faleminderit.